qel kutinë e Pandorës, edhe ka kriju një hapësirë debati, diskutimi, që është një çështje që do duhet të ishte tërësisht ligjore, ka kalu edhe në domenin politik, mazhorancës i ka kriju hapësirë për të sfidu motivet e SPAK-ut. Debati politik është gjë legjitime, ta kemi qartë. Debati politik nuk ka të sosur. Ali Bej, vendimi i gjykatës kushtetuese, që thot, pra, një ministër mund të pezullohet pasi nuk ka të njëjtin imunitet si deputeti, se këtu ishte i gjithë debati, ndërkohë që Rexha i thot që GKK-ja hapi kutinë e Pandorës me pezullimin. Në fakt është pak ndryshe. Sipas vendimit të gjykatës kushtetuese, gjykata ka thënë një gjë të thjeshtë. Po? Imuniteti i deputetit është i njëjtë me imunitetin e ministrit ose anasjellët. Çështja e debatuar nuk është kjo. Çështja e debatuar ishte brenda suazës së imunitetit. A përfshihet pezullimi nga detyra apo jo? Saktë është kjo, shumë e saktë. Vërtet është kjo. Kodi i procedurës penale, pra ligji, thot këtë gjë, që pezullohen nga detyra çdo funksionar shtetëror, nga më i larti deri tek më i parëndësishmi në hierarki, përveç 3 funksioneve. Deputet, kryetar bashkie, antar i Këshillit Bashkiak. Gjithë të tjerët janë të pezullueshëm nga GKK-ja me vendim. Dhe logjika është e thjeshtë. Deputeti, kryetari i bashkisë, antari i Këshillit Bashkiak zgjidhen drejt për drejt me zgjedhje me vot nga njerëzit. O zgjedhje të përgjithshme, o zgjedhje lokale. Gjithë të tjerët, president, kryeministër, ministër, avokati i popullit, kryetari i kontrollit lart të shtetit, gjykata kushtetuese po duash ti, nuk zgjidhen nga shqiptarët me vot, por zgjidhen nga kuvendi apo nga organet tjera, pra janë të derivuara. Kërkesa e Ramës ishte që përveç 3 funksioneve që zgjidhen direkt nga shqiptarët, deputet, kryetar bashkie, antar i Këshillit Bashkiak, të fuste edhe ministrat. Kjo çështje mori përgjigje nga gjykata kushtetuese. Nuk ka marrë përgjigje. S'ka marrë? Nuk ka marrë përgjigje. Ja, po Ali Bej. Unë jap opinionin tim, mbi gjërat e shkruara, mirë është të mos debatojmë, po mënyra si unë e lexoj është e tillë. Shumë bukur. Gjykata kushtetuese ka thënë këtë gjë. Pezullimi nga detyra për ministrat nuk përfshihet te imuniteti. Po. Pra ata janë të pezullueshëm nga gjykata, nëse kanë kryer një vepër penale dhe nëse janë në procedim penal. Dhe ky vendim është marrë 8-0. Kur ka ardhur çështja pasandaj për rastin konkret te zonja Balluku, po janë ndarë 4-4. Edhe në këtë rast, sipas kushtetutës dhe ligjit të gjykatës kushtetuese, ka vendim, sepse është vendim rrëzimi, që kërkesa e Edi Ramës për të shfuqizuar vendimin e GKK-s për pezullimin e zonjës Balluku të ishte e suksesshme, duhet të merrte së paku 5 vota. 5, 6, 7, 8, se i 9 nuk është. Në qoftë se merr më pak se 5 vota, 4, 3, 2, 1, 0, është rrëzuar. Në këtë rast ka marrë vetëm 4 vota kërkesa e Ramës dhe është rrëzuar. Kaq e thjeshtë është. Rexha. Jo, nuk është kjo bashkështu si po e lexon zotëria që e çmoi për kredencialet profesionale. Çështja në gjykatën kushtetuese në mënyrën si është shtruar është nga ana e mazhorancës ka qenë